e tham shumë një diçka sinqer që mundet më abuzu kështu. Besoj edhe me kanë edhe me listën se unë nuk dyshoj për qëndrimeve të mia. Pik. O nuk ndryshoj, jo për qëndrimeve të mia, po edhe fal Zotit, aty më sa qytetorin e mirë e ka ky vend. Shumë, vërtet. Edhe hesht. Për arsye se njëri pa përfaqësuar më se njëta i pa përfaqësuar. Unë e kam thënë kështu zëshë me mundu me thonë i goditur, i mollisur nga deformimet ndryshme. M'len me thonë këtë rast, unë i kam thënë vetë Zotit Haradinaj. Thash, nëse unë hynë kuvend, edhe ti mund është me qenë ministër, ose kryeministër, se ti kur hynë zhjellë, hynë për me fitu, ose hynë për me hynë pushtet. Me kapitalizu. Thash, nëse ti fjallën e dhënë nuk e mban, atin që unë e ty me çdo metodë, qoftë demokratike, për e thamë, qoftë edhe demokratike, ka me ta bëtë e pa mund shumë me ushtru funksionin tënë. E këto, çka në demokratike është që me dalë me tonë ti ke thonë kështu edhe se ke majtë fjallën, edhe të dytën jo demokratike që në ty ta pa mundësoj me majtë fjallën për vend. Me protesta ndryshme po. E dyta, kam dosh me thonë mesazhin se këti veni duhen deputet që majnë përgjësi për qytetarin. Jo për qytetarin aleancës, se nuk ka qytetarët aleancës e qytetarët vetëvendosjes. Ka qytetarët këti veni. Ne sot jetojmë në cenimin më flagrant të se cilës drejt këtë vend. Pra, jetë cenon për drejtës në punë, në drejtën e barabartë për çka do qoftë. Meritokracia është problem. Kjo është e vërteta. Po jo është problem, po shkrim. Pra, ne marrim paga për publikës, jetojmë në mirëqenjet madhe si përfaqësues të institucioneve, prej kryeministit e presidentës e të poshtë, edhe merr pakt majme, do me thonë prej publikës, a nuk i beson publikës. Do me thonë, as fëmijën nuk e shkollon publike, as prindin, e as antarin të në familjes nuk e shërën në institucionet tua publike, madje në mënyrë të padrejt e zhvatë edhe buxhetin e shtetit me gjithë ato të mira që i ki në bankë, pare, keshe, pasuri, nuk i shfrytëzon, po e shfrytëzon të drejtën me apliku, me shëru babën jashtë.